Ju kur nuk do të njihni zotërimin e vërtet mbi jetën tuaj, derisa të mësoni të keni potencial, ose të mbeteni përgjithmonë të prangosur nga mediokriteti. Nuk është besimi ai që e mban njeriu të varfër. Nuk është fati ai që e mban gruan nga madhështia. Është dështimi për të ushtruar sundim mbi këto tri forca të fuqishme: mendjen, gojën dhe paranë, që shënon ndryshimin midis një jete me triumf dhe një jete me keqardhje. Mendja është kështjella nga e cila lindin së pari të gjitha fitoret ose humbjet. Derisa të disiplinoni mendimet që ju kushtojnë mendjen, do të jeni si një qytet pa mure, i prekshëm ndaj çdo dyshimi pushtues, çdo përshpëritje frike, çdo sugjerimi humbje. Ju nuk mund të keni dobësi në mendimet tuaja dhe të prisni forcë në rezultatet tuaja. Ju nuk mund të mbani varfërinë në të menduarit tuaj dhe të prisni që pasuria të shfaqet në përvojën tuaj. Njeriu që lejon mendjen e tij të lëvizë, të endet pa qëllim, të ushehet me negativitet, ta shethëm edhe vogëlsi, do të zbulojmë se jeta i reflekton atipikërisht atë që ai ka lejuar të rritet në tokën e fshehtë të botës së tij të brendshme. Kontrolli i mendjes nuk vjen rastësisht. Kërkon që të qëndroni roje në portat e ndërgjegjes, suaj si një rojtar në gatishmëri të lartë. Ju duhet të shqyrtoni çdo mendim që kërkon hyrje dhe të refuzoni atë që nuk i shërben vizionit madhështor që keni vendosur të krijoni. Nëse një mendim nuk është i mbushur me besim, fuqi, bollëk dhe qëllim fisnik, ai duhet të hidhet jashtë si një fare keqe nga një kopë që jeni të vendosur ta kultivoni. Ata që nuk arrin ta bëjnë këtë, lejojnë që jeta e tyre të diktohet nga rrethanat e jashtme, nga mendimet e të tjerëve, nga çdo sugjerimi që kalon. Ata janë sklever dhe jo zotërinj, dhe bota nuk kërkon falje për ashpërsinë që u bën. Por kontrolli i mendjes është vetëm fillimi. Fusha e betejës tjetër është goja. Fjalët që thua nuk janë boshe. Ato janë komanda të dhëna në strukturën e realitetit. Flisni në dyshim dhe ju thërrisni dyshimin për veten tuaj. Flisni në disfat dhe ju shpallni rënien tuaj. Flisni me zemërim dhe ju ftoni shkatërim në marrëdhëniet tuaja, mundësitë tuaja, të ardhmen tuaj. Çdo fjalë është një farë dhe të korrat që prodhon përcaktohet nga natyra e atij deti. Heinz, një ndërtues i pakujdesshëm, duke ngritur një shtëpi në rër që me siguri do të shembet. Një gjuhë e disiplinuar është një arkitekt mjeshtër, duke ndërtuar një fortesë të fatit që asnjë stuhi nuk mund ta shkatërrojë. Ju duhet ta stërvitni gojën tuaj të flas vetëm atë që ngre, forcon dhe çon përpara kauzën e qëllimit të jetës suaj. Mos u jepni za ankesave për ankesa që ju lidhin me problemet që dëshironi të shpëtoni. Mos i jep zë thashethemeve, sepse thashethemet janë monedha e mendjemprehtëve, dhe asnjë shpirt i madh i trafikuar ndonjëherë në një tregti kaq të vogël. Mos i jep zë frikës, sepse frika ushehet nga vëmendja, dhe sa më shumë që e flisni, aq më shumë bëhet një përbindesh i aftë të glabërojë ëndrat tuaja. Flisni besimin, fol pushtet, flisni jetën, shpallni fitoren ndërsa beteja është ende e ndezur. Kërkoni bollëk ndërsa provat duken ende të pakta. Shpallni triumfin tuaj kur të tjerët parashikojnë dështimin tuaj. Fjalët tuaja janë rrahja e daulles në të cilën marshon e ardhmja juaj. Zgjidhni ato me nderim dhe urtësi. Dhe pastaj vjen fusha e tretë dhe e fundit e betejës, parat. Paraja nuk është thjesht valutë, është një pasqyrë. Ajo pasqyron marrëdhënien tuaj të brendshme me fuqinë, me disiplinën, me vizionin. Njeriu që nuk mund të kontrollojë paratë e tij, nuk mund të kontrollojë fatin e tij. Ai do të jetë përgjithmonë në mëshirën e rrethanave, përgjithmonë i lidhur me shërbimin e atyre që kanë zotëruar atë që ai ka lënë pas dore. Paraja është një provë, një terren trajnimi, një amanet i shenjtë. Ata që e shpërdorojnë, tradhtojnë mundësitë që u janë besuar. Ata që e adhurojnë atë për hir të saj, tradhtojnë vetveten. Por ata që e përdorin atë, e drejtojnë me qëllim dhe e komandojnë me disiplinë, bëhen kujdestar të bollëkut dhe arkitekt të perandorive. Dhe kontrolli mbi paratë nuk do të thotë ti grumbullosh nga frika, as nuk do të thotë ti hedhësh ato me kënaqësi të pamend. Do të thotë të pranosh se çdo dollar është një ushtar që mund të përdoret drejt pushtimit të ëndrave tuaja. Çdo dollar i humbur është një mundësi e braktisur. Çdo dollar i investuar me mençuri është një hap përpara në një marshim drejt vizionit tuaj madhështor. Ju duhet të mendoni për paratë jo si Zot, por si shërbëtor. Një shërbëtor që kërkon komandën tuaj të fortë inteligjente. Ju duhet të mësoni të fitoni para, të bindeni qëllimeve, vlerave, aspiratave tuaja, të shpenzoni me qëllim, të kurseni me mençuri, të investoni me guxim. Jepni me bujari, ruaj me vigjilencë.
Parat rrjedhin për ata që i respektojnë dhe ikin nga ata që abuzojnë me të. Ka nga ata që flasin për fatin duke buzëqeshur apo vrenjtur. Një bisede e tillë është streha e të padisiplinuarve. Kontrolloni mendjen tuaj dhe krijoni fatin tuaj. Kontrolloni gojën tuaj dhe ju deklaroni favorin tuaj. Kontrolloni parat tuaja dhe krijoni pasurinë tuaj. Bota nuk të ka borxh mirë. Bota nuk të ka borxh suksesin. Bota nuk të ka borxh lumturinë. Nuk të ka borxh asgjë. Dhe do të jap pikërisht atë që ju kërkoni prej tij nëpërmjet ushtrimit të pandërprer të mendimit të disiplinuar, fjalës së disiplinuar dhe administrimit të disiplinuar të burimeve tuaja. Nuk ka teren neutral. Ju ose po i zotëroni këto forca, ose po zotëroheni prej tyre. Çdo mendim që bëni, çdo fjalë që shqiptoni, çdo dollar që komandoni, ose po ju ndërton, ose po ju shkatëron. Çdo moment është një zgjedhje. Çdo moment është një deklarat se kush po bëhesh. Nëse nuk do të merrni kontrollin e botës tuaj të brendshme, do të sundoheni nga ajo e jashtme. Nëse nuk do ta zotërosh veten, jeta do të zotëroj dhe do ta bëj këtë pa mëshirë. Nuk është njeriu me më shumë talent ai që ngrihet. Nuk është gruaja me mundësitë më të mëdha ajo që mbizotëron. Është individi ai që është individi që disiplinon forcat e padukshme brenda vetes, mendimet e tyre, fjalët e tyre, menaxhimi i fuqisë së tyre materiale, ai që ja kthen jetën vullnetit të tyre. Talenti pa disiplinë është një dhuratë e humbur. Mundësia pa përgatitje është një shans i humbur. Vetëm të disiplinuarit, të qëllimshëm, të vendosur, rëra deri në lartësi të rezervuara për ata pak që guxojnë të qeverisin plotësisht veten. Ju nuk mund të përballoni të lini mendjen tuaj të pambrojtur. Ju nuk mund të lejoni që fjalët tuaja të fluturojnë pa qëllim. Ju nuk mund të përballoni të trajtoni parat tuaja sikur të ishin një lodër ose një jingle. Çdo mendim i pakujdesshëm është një plag për potencialin tuaj. Çdo fjalë e pakujdesshme është një tradhti për të ardhmen tuaj. Çdo shpenzim i pakujdesshëm i palëkundur nga stuhia e jetës. Por kjo forcë duhet të kultivohet, ruhet dhe zbatohet pa pushim brenda jush. Do të ketë momente kur do të duket më e lehtë të lini mendjen tuaj të ndalet në dyshime. Rezistoji atyre me forcën e plotë të vullnetit tënd. Do të ketë momente kur është mirë të lini gojën të derdha ankesa. Ti mbytni ato dhe në vend të kësaj të flisni fjalë fuqie. Do të ketë tundime për të shpenzuar parat tuaja për kënaqësi të shpejta, për t'i mohuar ato dhe për të investuar në vizionin që ju thërret më lart. Çdo akt disipline, çdo veprim i vetmjeshtërisë forcon kështjellën e fatit tuaj. Çdo akt dobësie e rrezon atë. Ka nga ata që nuk do ta kuptojnë disiplinën tuaj. Ata do të tallen me fokusin tuaj. Ata do të keqkuptojnë përmbajtjen tuaj. Lërini ata. Ju nuk po jetoni për miratimin e tyre. Ju po jetoni për të përmbushur besimin e shenjtë të potencialit tuaj. Të padisiplinuarit gjithmonë do t'i zemërojnë të disiplinuarit, sepse shohin tek ata pasqyrimin e asaj që mund të kishin qenë. Mos e ulni veten në nivelin e tyre. Ngrihu në mendime, ngritja në të folur, ngritja në kujdestari, dhe duke vepruar kështu, ngrihuni mbi valën e mediokritetit që fshin të shkujdesurit dhe të paangazhuarit. Duhet të digjni në mendjen tuaj të vërtetën, se suksesi nuk është një rastësi lindjeje apo fati. Suksesi është rezultat, është pasojë e pashmangshme e mira veprimeve të vogla disipline, kontrolli, mjeshtërie, të ndërlikuara me kalimin e kohës derisa të bëhen një forcë e pandalshme. Mjeshtëri e ndërlikuar me kalimin e kohës derisa ato bëhen një forcë e pandalshme. Mendja juaj duhet të stërvitet si një atlet që përgatitet për garën më të madhe të jetës së tyre. Fjalët e tua duhet të stërviten si një shpatë e farktuar për betejë. I mprehtë, i saktë, vdekjeprurës kundër dyshimit. Parat tuaja duhet të trajnohen si një ushtri e përgatitur për të marshuar nën komandën tuaj, duke ndërtuar perandorin që keni vendosur të ndërtoni. Dobësia e mendjes nuk falet nga jeta. Pakujdesia e të folurit nuk është pa pasoja. Marrëzia me para nuk është pa kosto. Jeta është një mjeshtër i ashpër dhe shpërblen vetëm ata që kanë paguar çmimin e zotërimit të vetvetes. Ju do të paguani në një mënyrë ose në tjetrën. Ju ose do të paguani çmimin e disiplinës tani, ose do të paguani çmimin shumë më të madh të keqardhjes më vonë. Zgjidhni tani. Zgjidhni disiplinën mbi lehtësinë. Zgjidhni qëllimin mbi lëvizjen. Zgjidhni mjeshtërinë mbi mediokritetin. Nëse refuzoni të kontrolloni mendjen tuaj, mendja juaj do t'ju kontrollojë.
Do të bëhet një mjet për frikën tuaj në vend të ëndrave tuaja. Nëse refuzoni të kontrolloni gojën tuaj, goja juaj do të sabotojë të ardhmen tuaj me fjalë që nuk mund t'i ktheni pas. Nëse refuzoni të kontrolloni parat tuaja do t'ju kontrollojnë përmes zinxhirëve të borxhit, të varfërisë, të mundësive të humbura. Ju duhet i kapni këto forca me të dyja duart, t'i luftoni për t'u nështruar dhe t'i urdhëroni që t'ju shërbejnë juve dhe jetës që jeni të vendosur të ndërtoni. Ka madhështi brenda jush, por madhështia nuk është automatike. Nuk është dhënë nga ndonjë dorë e jashtme. Duhet të nxirret, të kërkohet, të zbatohet nga brenda. Është një zjarr që duhet ndezur nga vendosmëria juaj e egër. Zotëroni mendjen tuaj, dhe ju do të zotëroni të ardhmen tuaj. Zotëroni gojën tuaj, dhe do të zotëroni ndikimin tuaj. Zotëroni parat tuaja, dhe ju do të zotëroni fatin tuaj. Këto janë portat, këta janë çelësat. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk mjafton të urosh. Nuk mjafton të shpresosh. Nuk mjafton të duash. Dëshira, shpresa dhe dëshira janë gjuha e të dobëtit. Ju duhet të kërkoni. Ju duhet të dekretoni. Ju duhet të urdhëroni me çdo fibër të qenies suaj që të kontrolloni botën tuaj të brendshme, aq plotësisht sa bota e jashtme nuk mund të mos përputhet. Njeriu që kontrollon mendimet e tij, kontrollon veprimet e tij. Njeriu që kontrollon veprimet e tij, kontrollon rezultatin e tij. Njeriu që kontrollon rezultatet e tij, kontrollon jetën e tij. Ju nuk mund të tërhiqeni nga kjo. Ju nuk mund të bëni justifikime. Nuk mund të vonosh. Jeta nuk pushon ndërsa ju hezitoni. Jeta nuk pret ndërsa ju e shtyni. Çdo moment që nuk arrini të komandoni mendjen, gojën dhe parat tuaja, por shasni mbrapsht, pavarësisht nëse shihni apo jo. Rritja nuk është e dhënë. Progresi nuk është i garantuar. Është kapur nga ata që janë të pamëshirshëm me veten e tyre, të pamëshirshëm në ndjekjen e tyre, ndaj jush kanë brenda jush fuqinë për të qenë të tillë. Por është një pushtet që duhet ushtruar çdo ditë, çdo orë, moment pas momenti. Nuk ka pushim nga zotërimi i vetvetes. Nuk ka pushim nga disiplina. Ata që e trajtojnë atë lehtë do të zbulojnë se jeta i trajton lehtë në këmbim. Duke i kaluar ato, duke injoruar, kontrolloni mendjen tuaj, kontrolloni gojën tuaj, kontrolloni parat tuaja. Bëjeni pa dyshim, kontrolloni mendjen tuaj, kontrolloni gojën, kontrolloni parat tuaja. Bëje pa falje, bëjeni pa hezitim, bëje pa pushim, bëje sepse është e vetmja rrugë drejt jetës që ke lindur për të jetuar. Jo një nga masat, por një nga të fuqishmit. Ju nuk jeni krijuar për të qenë një kallam i lëkundur nga çdo shpërthim rrethanash. Ti ke lindur për të qenë zot i vetes, jo skllav i forcave të jashtme. Dhe kështjella e parë që duhet të kapni dhe forconi është vetë mendja juaj. Çdo ditë ecni në një fushë beteje, megjithse mund të mos e shihni atë. Ju jeni në një luftë midis vetes suaj më të lartë dhe prirjeve tuaja më të ulta, midis mençurisë dhe marrëzisë, midis disiplinës dhe kënaqësisë. Dhe njeriu që do të mbretërojë fitimtar është ai që refuzon të dorëzojë kontrollin e mendjes së tij, çdo ndikimi që synon ta dobësojë atë. Ruaje mendjen tënde si një thesar. Ndërtoni mure rreth tij ku asnjë thashëthe me boshe, asnjë kritike vogël, asnjë farë frike apo dyshimi nuk mund të depërtojë. Kur afrohet një mendim, shyrtojeni atë si një i huaj në portë. Pyete veten, a më forcon apo më dobëson ky mendim? A e ndërton perandorinë e fatit tim, apo e shkatëron atë me prishje të fshehur? Nëse nuk është i përshtatshëm për mbretërinë që po ndërtoni, hidheni jashtë pa hezitim. Mos argëtoni asnjë mysafir në pallatin e mendjes suaj që nuk sjell me vete dhuratat e forcës, guximit, mençurisë dhe paqes. Dhe pasi të kesh siguruar mendjen, duhet ta kthesh vigjilencën te goja. Fjalët tuaja nuk janë thjesht tinguj të hedhur në ajër. Ato janë komanda të dhëna për jetën tuaj. Janë fara të mbjella në tokën e fatit tuaj. Dhe çdo fjalë shkujdesur është një korrje që do të detyroheni të korrni. Njeriu që flet pa menduar është një njeri që ndërton tre këmbëshin e tij, një dëras në të njëjtën kohë. Ai vendos kurthe për të ardhmen e tij dhe e quan atë bisedë të padëmshme. Por njeriu i mençur e di se çdo rrokje ka rëndësi. Ai e kupton se fjalët formojnë realitetin dhe se një gjuhë pa disiplinë është një armë drejtuar kundër pronarit të saj. Flisni vetëm kur fjala juaj përmirëson heshtjen. Flisni për të ngritur, për të drejtuar, për të komanduar rrethanat tuaja, për t'ju përkulur vullnetit tuaj. Flisni bekime për punën tuaj. Flisni inkurajim për sprovat tuaja. Flisni fitoren mbi betejat tuaja.
Asnjëherë mos lejoni që ankesa të gjejë një shtëpi në buzët tuaja, sepse ankesa është një helm që depërton nga goja juaj në mendjen tuaj dhe kalb themelet e forcës suaj. Sa herë që hap gojen, ose po ndërton ose po shkatëron, zgjidhni gjerësisht, dhe pastaj ka para. Para ai shërbëtori i fuqishëm dhe mjeshtri i tmerrshëm. Paraja nuk është as e mirë as e keqe. Ajo pasqyron shpirtin e atij që e mban atë. Në duart e një njeriu pa disiplinë, paraja është një zinxhir që e lidh atë me frikën, me lakmin, me mallin e pafund. Por në duart e mjeshtrit, paraja bëhet një shpatë që pret rrugën drejt lirisë më të madhe, qëllimit më të madh, shërbimit më të madh. Ju duhet i trajtoni parat me respektin që ajo kërkon, jo me adhurim, jo frikë, respekt. Kuptojeni atë si një mjet dhe mos e ngatëroni kurrë me qëllimet që duhej të arrinte. Ju nuk keni lindur për të ndjekur parat, ju keni lindur për ta tërhequr atë përmes vlerës, disiplinës dhe vizionit. Ndiqni për sosmërinë dhe shërbimin, dhe parat do të vinë. Ndiqini vetë parat, dhe do ta gjeni veten duke vrapuar derisa shpirti juaj të jetë raskapitur, dhe shpirti juaj të raskapitur. Kontrolloni parat tuaja siç kontrolloni mendjen dhe gojen tuaj. Çdo dollar duhet të llogaritet si një ushtar në ushtrinë e ambicijeve tuaja. Mos e shpenzoni për gjëra të vogla. Mos e shpenzoni në kënaqësi të momentit. Mos e hidhni për të bërë përshtypje atyre që nuk do ta mbajnë mend as emrin tuaj pas 5 vitesh. Investoni parat tuaja aty ku ato shumëfishojnë forcën tuaj, ndikimin tuaj, aftësinë tuaj për të dhënë dhe për të ndërtuar. Le të jetë çdo shpenzim një akt i qëllimshëm strategjie, jo një tek oreksi. Njeriu që kontrollon mendjen, gojen dhe parat e tij është i pandalshëm, jo sepse fati e favorizon atë, por sepse ai komandon pasurinë e tij. Ai nuk pret që baticat e fatit ta bartin. Ai ndërton anijen e tij dhe lundron në rrugën e tij, pavarësisht nga moti. Do të ketë ditë kur tundoheni të lironi kontrollin tuaj. Ditë kur mendja juaj lodhet nga disiplina, kur goja jote dëshiron të flas nga zhgënjimi, kur parat e tua thërret për të shpenzuar për rehati kalimtare. Janë ditët që ju përcaktojnë. Çdo kush mund të qëndrojë i vendosur kur është e lehtë, por mjeshtëria e vërtet provohet në furrën e rezistencës. Është njeriu që mbetet i palëkundur në ditët më të vështira, ai që do të kurorzohet në fund. Kuptojeni këtë, jeta do t'ju testojë jo një herë, por në mënyrë të përsëritur, dhe çdo provë do të vijë maskuar si një mundësi për kompromis. Një mendim i shkujdesur, një fjalë e pamatur, një shpenzim i marrë, secili do të duket i vogël për momentin, por rrjedhjet e vogla fundosin anije të mëdha. Nëse jepni 1 centimetër ku e dini se nuk duhet, së shpejti do të gjeni se themelet e fatit tuaj po shkërmoqen poshtë jush. Nuk ka gjë të tillë si një rëshitje e padëmshme. Çdo shkelje e disiplinës fton humbjen. Çdo kënaqësi dobëson murin e forcës që keni ndërtuar me kaq kujdes. Por çdo veprim i vetkontrollit, sado i vogël qoftë, ju forcon. Sa herë që i thua jo dobësisë dhe pozotërimit, ndërton kështjellën e padukshme që asnjë armik nuk mund ta pushtojë. Masat nuk do ta kuptojnë këtë. Ata do t'ju quajnë të ngurtë, të ftohtë, madje edhe arrogant. Lërini të flasin. Gjykimi i të padisiplinuarve nuk është barr për njeriu e përkushtuar ndaj madhështisë. Ju nuk jeni thirrur për të kënaqur masën. Ju jeni thirrur për të udhëhequr veten. Dhe ata që qeshin me disiplinën tuaj sot, do ta kenë zili forcën tuaj nesër. Njeriu që kontrollon mendjen e tij, nuk e harxhon energjinë e tij për pakënaqësi apo hidhërim. Ai e kupton se mbajtja e emocioneve të tilla është si të pish helm dhe të presësh që një tjetër të vdes. Falni shpejt, jo sepse të tjerët e meritojnë, por sepse ti meriton paqen. Mos lejoni që hidhërimi të marrë hapësirë në mendjen tuaj, sepse çdo centimetër që ajo zë është 1 centimetër i humbur për vizionin, fuqinë dhe gëzimin. Njeriu që kontrollon gojen e thotë të vërtetën me guxim, por kur me mizori. Ai nuk lajkaton dhe nuk plagos pa nevojë. Fjalët e tij janë instrumente për pikërie, duke i prerë konfuzionin, frikën dhe dyshimin, duke sjellë qartësi dhe bindje kudo që thuhen. Ai e di se fuqia e vërtet nuk është në të bërtiturit, por në të folurit aq qartë dhe aq fortë saqë e vërteta jehon në zemrat e atyre, që ai njeriu që kontrollon paratë e tij nuk i grumbullon nga frika dhe nuk i shpërndan nga marrëzia. Ai e përdor atë si një general i mençur që përdor trupat, strategjikisht, me qëllim, gjithmonë me sy në fitoren përfundimtare. Ai jep bujarisht aty ku dhënia shumëfishon të mirat dhe investon me mençuri atje ku mund të rritet. Ai e kupton se pasuria e vërtet nuk matet vetëm me akumulimin, por me fuqinë për të krijuar, për të dhënë,
për të lënë një trashëgimi që zgjat përtej jetës së tij. Ju duhet të merrni një vendim tani, dhe ju duhet ta rinovoni atë vendim çdo ditë. Ju duhet të zgjidhni zotërimin mbi mediokritetin, kontrollin mbi kaosin, qëllimin mbi kënaqësinë. Ju duhet të kuptoni se madhështia nuk pengohet. Ajo kapet nga vetë disiplina e pamëshirshme dhe fokusi i pathyeshëm. Kur ngriheni çdo mëngjes, shpallni luftë ndaj vetes së padisiplinuar që do t'ju josh përsëri në dobësi. Shikoni në pasqyrë dhe mos shihni njeriun që jeni sot, por njeriun që po bëheni. Flisni jetën mbi veten tuaj. Flisni fitoren mbi misionin tuaj. Flisni fatin gjatë ditëve tuaja. Kaloni çdo orë të punës suaj me ndërgjegjen e një njeriu që e di se po ndërton një monument që duhet të qëndrojë përjetësisht. Nuk do të ketë parad për ju në fillim. Asnjë bori nuk do të bjerë kur ju merrni kontrollin e mendjes, gojës dhe parave tuaja. Bota nuk do ta vërë re në fillim, por ju do ta vini re. Do të vini re forcën e qetë që po rritet brenda jush. Zjarri që nuk dridhet me çdo fllag. Hekuri që ngurtëson vendosmërinë tuaj dhe me kalimin e kohës, edhe bota do ta vërë re. Jo sepse kërkuat vëmendjen e tyre, por sepse rezultatet tuaja do të jenë të pamohueshme. Mos prisni që rrethanat të ndryshojnë. Mos prisni që të tjerët ta kuptojnë. Mos prisni miratimin e atyre që nuk kanë zotërim mbi veten e tyre. Filloni tani. Filloni ku jeni me atë që keni. Çdo justifikim për të cilin kapeni është një zinxhir tjetër rreth shpirtit tuaj. Çlirohu. Ngrihuni në këmbë. Merrni komandën. E ardhmja juaj nuk është çështje rastësie. Është çështje zgjedhjeje, disipline dhe vullneti. Njeriu që kontrollon mendjen e tij mund të mendojë mendime që lëvizin malet. Njeriu që kontrollon gojën e tij mund të thotë fjalë që komandojnë legjione. Njeriu që kontrollon paratë e tij mund të ndërtojë perandori që zgjasin shumë pasi emri i tij harrohet. Ti je thirrur të jesh ai njeri. Je thirrur të sundosh veten me një fuqi kaq të fortë, aq të palëkundur sa asgjë jashtme nuk mund ta lëkundet. Stuhit do të vinë, era do të ulërin, armiqt do të komplotojnë. Por ju do të qëndroni sepse keni bërë veten diçka që asnjë rrethan nuk mund ta pushtojë. Lërini të tjerët të humbasin ditët e tyre në biseda boshe dhe jetë të pamatur. Lërini të tjerët ta shpërdorojnë mendjen për frikën, gojën e tyre për marrëzinë, paratë e tyre për kotësinë. Ju jeni veçuar, jeni të thirrur për më shumë, jeni të thirrur për zotërim. Ju nuk do të zhyteni në mjeshtëri. Asnjë njeri nuk ka lundruar ndonjëherë drejt madhështisë në valën e lehtësisë. Ju duhet të rreshtoni kundër rrymës së natyrës suaj më të dobët. Ju duhet i drejtoni mendimet tuaja, ashtu si një karrocier i urdhëron kuajt e tij me dorë të fortë dhe sy të palëkundur. Mendja juaj do të shohë rehati, mohoni atë. Goja juaj do të dëshirojë të flasë, kur heshtja do të shërbente më mirë. Disiplino atë. Paratë tuaja do t'ju tundojnë drejt kotësisë. Në çdo moment që jeni zgjuar, ose po e shtrëngoni kontrollin ose po e lironi atë. Nuk ka teren neutral. Ju nuk mund të përballoni të jetoni ashtu siç jeton shumica, sepse shumica është skllavruar nga impulset që nuk mësuan kurrë t'i kontrolloni. Ata flasin kur duhet të dëgjojnë. Ata shpenzojnë kur duhet të thonë. Ata reagojnë kur duhet të mendojnë. Jeta e tyre nuk është e tyre, por lodra e çdo kapriçoje dhe çdo humori kalimtar. Shikojini me kujdes dhe lëreni atë që shihni të digjet në shpirtin tuaj, si një paralajmërim, për atë që nuk duhet të bëheni kurrë. Kur kontrolloni mendjen tuaj, ju jeni të lirë nga tirania e çdo mendimi të errët që do t'ju të kurte shpirtin, të lirë nga gënjeshtrat që thonë se nuk je i mjaftueshëm, jo gati, jo i denjë, të lirë nga zinxhirët imagjinar që burrat e vegjël i veshin me krenari, sepse i friksohen përpjekjes për t'i hedhur poshtë. Kur zotëroni mendjen tuaj, ju jo thjesht mendoni ndryshe, ju bëheni ndryshe. Sytë tuaj do të shohin mundësi që të tjerët janë të verbër. Veshët tuaj do të dëgjojnë thirrje për madhështi ndaj të cilëve të tjerët janë të shurdhër. Duart tuaja do të ndërtojnë atë që të tjerët as nuk mund ta imagjinojnë. Dhe goja jote, goja e fuqishme që kaq shumë humbasin në marrëzi. Goja juaj duhet të bëhet një instrument fuqie, jo një burim dobësie. Fjalët e tua duhet të jenë aq të zgjedhura, aq të disiplinuara sa që kur flet, burrat të dëgjojnë. Ata e ndjejnë peshën e bindjes suaj. Ata e dinë që ju nuk flisni lehtë. Nuk jeni të dhënë pas egzagerimit, thashëthemeve, mburjeve të kota. Kur flisni për ëndrat tuaja, është me siguri ajo që mbyll gojën çdo dyshues. Kur deklaroni qëllimet tuaja,
është me një forcë që përkul realitetin për të përmbushur vullnetin tuaj. Ekziston një autoritet i padukshëm që i vjen njeriut që kontrollon gjuhën e tij. Ai nuk ka nevojë të ngrejë zërin e as ta zbukuroj fjalimin e tij me stoli boshe. Vetë toni i tij mbart sigurinë e një njeriu që ka pushtuar veten. Dhe burrat instinktivisht i besojnë dhe ndjekin një mashkull të tillë, edhe nëse nuk e kuptojnë pse. Dhe sa i përket parave tuaja, kuptoni se ato kur nuk do ta kontrollojnë veten. Parat janë të egra në zemër. Ajo dëshiron të largohet nga duart tuaja dhe të zhduket në erat e kënaqësisë. Pa komandë të fortë, ajo do të shpërndahet si mjegull, por nën qeverisjen e një mendje të disiplinuar, parat shumë fishohen. Ajo bëhet një forcë që ndërton, që forcon, që zmadhon vizionin tuaj. Para që duen thënë ku të zbresin deri në qindarkën e fundit. Ajo duhet të vendoset si trupa në një fushë beteje, secila e caktuar për një qëllim. Disa për të forcuar bazën tuaj, disa për të ndërtuar alianca, disa për të pushtuar terene të reja. Asnjëherë mos i lini parat tuaja të flenë kot, dhe as mos i lini të shpëtojnë kontrollit tuaj nga neglizhenca. Parat që nuk u jepet një punë për të bërë, do të gjenë llogari për keqbërjen. Paraja është një mjeshtër i tmerrshëm, por një shërbëtor i mrekullueshëm. Shihni se e di vendin e vet. Rëmujat ndjekin parat si budallënj që ndjekin hijet. Rëmujat ndjekin parat si budallënj që ndjekin hijet. Ata e kuptojnë atë pa disiplinë dhe e shpenzojnë pa menduar. Ata mburen kur e kanë dhe dëshpërohen kur e humbin, duke mos e kuptuar kurrë se parat nuk janë burimi i festës së tyre apo urisë. Është mungesa e tyre e vetkontrollit, refuzimi i tyre për të sunduar veten që i dënon ata me një jetë të mungesës dhe frikës. Ju duhet të ngriheni mbi atë çmenduri. Ju duhet i trajtoni parat tuaja ashtu siç i trajtoni ndërtues tullat e tij, duke i vendosur secilën prej tyre me kujdes sipas një masterplani. Kurseni me qëllim, shpenzoni me vizion, investoni me guxim, jepni me mençuri dhe mbi të gjitha, mos lejoni kurrë që dëshira përpara të korruptojë ligjet më të larta që rregullojnë shpirtin tuaj. Paraja është një mjet për të ndërtuar një vizion të mbjellë në shpirtin tuaj, jo vetë vizionin. Bota do t'ju tundojë me një mish për qëndrime, do t'ju varë kënaqësitë para syve, dhe do t'ju përshpërisë gënjeshtra në veshët tuaj. Ajo do t'ju tregojë se kënaqësia është liri, se disiplina është skllavëri, se po humbisni nëse nuk ndiqni çdo orë kalimtar, por duhet të qëndroni ashtu si qëndron një shkëmb përballë detit. Duhet ta dini se liria e vërtet nuk gjendet në dorëzimin ndaj impulseve tuaja, por në zotërimin e tyre. Pasuria e vërtet nuk gjendet në pasurinë e vërtet, nuk gjendet në bollëkun e gjërave, por në bollëkun e fuqisë mbi veten tuaj. Njeriu që kontrollon mendjen, gojën dhe paratë e tij, nuk ecën në të njëjtat rrugë si njerëzit e tjerë. Rrugën e lartë e shkel vetëm her pas here, i keqkuptuar, madje i tallur. Por ndërsa të tjerët pengohen dhe bien me shkëmbinjve të pamaturisë së tyre, ai ecën në mënyrë të qëndrueshme përpara drejt majës së rezervuar vetëm për zotërinjtë e vetvetes. Mos bëni asnjë gabim. Rruga është e pierrët. Ajri bëhet i holl. Ngjitja kërkon gjithçka që keni. Do të ketë momente kur muskujt tuaj do të bërtasin për lehtësim, kur shpirti juaj bërtet për lehtësi, kur zemra juaj tundohet të braktisë ngjitjen për rehatin e luginës poshtë. Por në ato momente, mbani mend këtë. Asnjë kuror nuk vendoset në kokën e një njeriu që u ul në gjysmë të rrugës drejt majës. Ju nuk jeni krijuar për mediokritet. Ju nuk jeni krijuar të zvarriteni kur keni fuqinë të fluturoni. Vetë betejat me të cilat përballeni tani nuk janë shenja dobësie, por prova se ju quheni një tokë më e lartë. Çdo provë e mendjes suaj është një ftesë për ta mprehur atë. Çdo provë e mendjes suaj është një ftesë për ta mprehur atë. Çdo tundim i gojës suaj është një mundësi për ta pastruar atë. Çdo sfidë për administrimin tuaj të parave është një falsifikim për të forcuar disiplinën tuaj. Përqafoni vështirësinë. Mirë se vini në gjyq. Bekoni stuhin që ju detyron të shtrëngoni kontrollin tuaj, sepse duke zotëruar veten, ju po zotëroni vetë jetën. Dhe njeriu që e ka zotëruar veten nuk ka frikë nga askush, asnjë rrethan, asnjë të ardhme. Të tjerët do t'ju ofrojnë rrugë më të lehta. Ata do të premtojnë pasuri të shpejtë, sukses pa mundim, rrugë të shkurtra drejt lavdis. Por më dëgjoni mirë, nuk ka rrugë të shkurtra që ja vlen të merren. Çdo fitore e vërtet fitohet me djers, me gjak, me sakrificë. Çdo rrugë e shkurtër që merrni ju rrëmben forcën që mund të kishit fituar duke ecur në rrugën e vërtet. Sa herë që e ndërroni disiplinën me lehtësi, ju e ndërroni fronin e fatit tuaj me thërimet e rehatis. Refuzoni të tregtoni.
Refuzoni të bëni pazare për të ardhmen tuaj për kënaqësitë e vogla të momentit. Refuzoni të dorëzoni qoftë edhe 1 centimetër të shpirtit tuaj dembelizmit, marrëzisë, frikës. Ju do të testoheni, jo 1 herë, jo 2 herë, vazhdimisht, dhe me çdo provë, do t'ju ofrohet një zgjedhje për të vozitur ose për të vozitur, për të kënaqur ose për të disiplinuar, për të shkatëruar ose për të pushtuar. Zgjidhni disiplinën, zgjidhni mjeshtërinë, zgjidhni ta mbani mendjen në një kapje hekuri. Zgjidhni të peshoni çdo fjalë para se t'ju ikë nga buzët. Zgjidhni të komandoni çdo dollar ashtu siç komandon një general forcat e tij. Do të ketë çudi në fuqinë tuaj. Ata nuk do ta kuptojnë atë. Ata do ta quajnë fat ose privilegj ose fat. Lërini të flasin. Ju do ta dini të vërtetën. Do ta dini se forca juaj u farktua në vende të padukshme. Në betejat e shtura që askush nuk dëshmoi në vendimet e përditshme, për të qeverisur veten kur nuk u dhan duar trokitje. Asnjë shpërblim nuk ishte i menjëhershëm. Shpërblimet do të vinë. Oh, po, ata do të vinë, por nuk janë ata arsyeja që ju ecni në këtë rrugë. Ju ecni atë sepse është ai që keni zgjedhur të bëheni. Ju ecni atë sepse refuzoni të jetoni si skllavi i impulseve tuaja, frikës suaj ose marrëzisë së masave. Ju ecni sepse e dini që në masën përfundimtare, e vetmja fitore e vërtet është fitoria mbi veten tuaj. Do të vi dita kur do të shikoni mbrapa betejat që keni bërë brenda vetes, dhe do të shihni ato jo si barë, por si vendindjen e fuqisë suaj të vërtet. Do të kuptoni se forca që mbani, ndikimi që ushtroni, pasuria që zotëroni nuk ishin aksidente fati, as dhurata nga duart e të tjerëve, por korrja e pashmangshme e farave që mbollet në tokën e pasur të zotërimit të vetvetes. Ju do të qëndroni aty ku pak njerëz guxojnë të qëndrojnë, jo sepse bërtitet më fort, vrapuat më shpejt ose dëshironit më fort, por sepse qeverisit veten kur të tjerët ju dorëzuan instinkteve të tyre më të vogla. Do të shihni burra që dikur qeshnin me disiplinën të prangosur nga dështimet e tyre. Goja e tyre plot justifikime. Mendjet e tyre u turbulluan nga keqardhja. Xhepat e tyre u kthyen brenda nga pamaturia e tyre. Do t'i kalosh jo me përbuzje, por me një kuptim të matur se u bëre ndryshe, sepse zgjedhjet e ishin ndryshe kur ishte më e rëndësishmja, kur askush nuk po i shikonte, kur asnjë shpërblim nuk ishte i sigurt përveç krenarisë së qetë të një dite më shumë të vetpushtimit. Nuk do të keni nevojë të bërtisni triumfin tuaj nga çatit. Jeta juaj do ta shpall pa fjalë. Mënyra se si mendoni do të formsoj forcat e padukshme rreth jush. Mënyra se si flisni do të sjell respekt pa e kërkuar atë. Mënyra se si ecni në përbot me kontroll të plot të aftësive, dhe pasurive tuaja do t'i bëjnë njerëzit të ndalojnë, të habisin, të aspirojnë. Jo sepse kërkua t'u bënit përshtypje, por sepse mishërove atë që ata kishin dëshiruar dhe u mungonte. Kuptoni këtë, madhështia e vërtet nuk është kur një aksident, dhe nuk është kur një spektakël publik. Është ndërtuar në orët e fshehta të mëngjeseve të hershme, kur ju zotëroni mendimet tuaja para se bota të trazohet. Ajo është farktuar në kufizimin e qëllimshëm të fjalëve tuaja, kur çdo emocion kërkon çlirimin. Ai është ndërlikuar në vendimet e mençura të padukshme për çdo dollar, çdo mundësi, çdo përgjegjësi që të tjerët shpërdorojnë ndërsa investoni. Madhështia është e qetë në ndërtimin e saj, por e zhumshme në ndikimin e saj, dhe kur stuhit e jetës tërbohen, dhe ato do të tërbohen, ju nuk do t'i friksoheni atyre, ju nuk do të ikni prej tyre, ju nuk do t'i shani ata, ju do t'i mirëprisni ata siç mirëpret kapiteni i sezonit stuhin, që provon forcën e anijes së tij. Do ta dini se asnjëherë nuk mund ta përmbys njeriu që mban të patundur timonin e mendjes së tij, që ruan portën e gojës së tij, që komandon ushtritë e parave të tij me qëllim dhe vizion. Ju jo thjesht do t'i mbjetoni stuhive, por do të ngriheni mbi to. Të ndrojturit nuk do ta dinë kurrë ta kalojnë furinë e tyre në lartësi. Ky është fati i rezervuar për të paktët, për të guximshmit, për të disiplinuarit. Nuk blihet me lehtësi, dhe as nuk merret hua nga të tjerët. Ajo kapet nga ata që janë të gatshëm të bëjnë atë që të tjerët nuk duan, të bëhen ajo që të tjerët kanë frikë të jenë, të kontrollojnë atë që të tjerët lejojnë t'i kontrollojnë. Bota nuk ka nevojë për një njeri tjetër që të fryhet nga çdo erë rrethane. Nuk ka nevojë për një zë tjetër që të shtojë kakofoninë e zhurmës së pamenduar. Nuk ka nevojë për një harxhim tjetër pasurie, një tjetër ndjekës ëndrash të cekta. Bota ka nevojë për një njeri që qëndron i palëkundur, një njeri që mendja është kështjella e tij, fjalët e tij janë armët e tij, pasuria e tij janë themeli i tij, një njeri që nuk ecën sipas kaosit rreth tij, por sipas vizionit brenda tij. Bëhu ai njeri.
Komandoni mendjen tuaj. Zotëroni gojën tuaj. Drejtojini parat tuaja, dhe nuk do të ndryshoni thjesht jetën tuaj. Ju do të ndryshoni jetën e të gjithë atyre që kalojnë rrugën tuaj. Ju do të lini një shenjë jo zhurme, jo kotësie, jo potenciali të humbur, por madhështie reale të pashkatërueshme të qëndrueshme. Mos bëni asnjë justifikim, mos pranoni asnjë vonesë. Filloni punën tani. Fuqia është tashmë brenda jush, duke pritur që dora e disiplinës ta formsoj atë në fat. Kapeni veten. Kape këtë jetë me të dyja duart dhe kur, për asnjë moment, mos e lësh ofronin e shpirtit tënd.